Në një ambient të mbushur me muzikë, buzëqeshje dhe hapa të vegjël plot energji, shkolla e baletit dhe vallëzimit për fëmijë është të kthyer në një vend ku talenti dhe ëndrat e fëmijëve marrin jetë. Çdo ditë salla mbushet me tinguj melodish klasike dhe moderne, ndërsa fëmijët mësojnë hapat e parë të baletit, ritmin e vallëzimit dhe rëndësinë e disiplinës artistike. Baleti është arti që flet përmes lëvizjes, ritmit dhe emocionit. Nga kjo frymë lindi edhe Dance Studio Axis, një studio e re vallëzimi dedikuar vallëzimit modern e para shqiptare në qytetin e Kumanovës e udhëhequr nga instruktorja Dea Shabani. Me bazë teknikat e baletit të klasik dhe me një qasje më të lirë e kreative, vallëzimi modern u jep fëmijëve hapësirën për të eksploruar lëvizjen, muzikën dhe shprehjen artistike në mënyrë natyrale. Në Dance Studio Axis, çdo fëmijë ka mundësinë të zhvillojë vetbesimin, koordinimin dhe kreativitetin, ndërsa mëson të shprehë emocionet përmes artit të vallëzimit. Jemi në ambientet e studios vallëzimit Axis, ku kemi ardhur të vizitojmë dhe të shohim se çka po punohet këtu. Këtu afër meje kam edhe instruktorën apo vallëzuesen që i mëson këta fëmijë të bukur, Dea Shabani. Dea, faleminderit që pranove ftesën dhe mirë se erdhe në emisionin tonë. Atëherë së pari faleminderit ju që vendosët na vizitoni, edhe më bëj shumë qefi që jeni këtu. Dea, fillimisht a mund na njoftoni në lidhje me këtë studio që e hapët në Kumanov, ndoshta edhe e para shqiptare këtu në qytetin e Kumanovës, apo po gabojmë? Jo, në fakt je në të drejtë sepse jam e para që po e hapi studion e baletit tek shqiptarët. Realisht të them të drejtën ishte ideja e babit pasi që tani më kam bërë gati 12 vite eksperiencë me baletin, edhe pse jo të mos bëjmë diçka të re në qytetin tonë të Kumanovës, diçka më interesante edhe për fëmijët, diçka më atraktive, siç është edhe baleti, sidomos për gjininë femrore, për vajzat. Unë e dua baletin shumë edhe dua t'ua përhap këtë dëshirë, pak edhe them vajzat ti infektoj me këtë dëshirën e baletit. Është një surprizë pra e madhe për qytetin e Kumanovës kjo. Çka ju shtyri që të merrni një hap të këtillë? Siç thash prindrit e mi, ata po më thonin që duhet të bëhet. Në fakt isha në mëdyshje sepse jam edhe pak e re në moshë, por po ja kaloj shumë mirë me ndihmën e prindve të mi. Sigurisht pa ndihmën e prindërve nuk mund të marrim hapa më tutje si fëmijë që jemi. Dea, mund na njoftosh se sa është interesimi i fëmijëve që vinë këtu, që frekuentojnë, që regjistrohen në shkollën tuaj? Interesimi është në fakt shumë i madh, më së shumti për moshën e bebeve, që i kemi ne që i quajmë baby formation, janë nga mosha 3 deri në 5 vjeç. Interesimi është shumë i madh, sepse siç kam thënë edhe unë më herët, baleti duhet të fillohet nga një moshë shumë të vogël. Do me thënë, baleti nuk mund të fillohet nga mosha e adoleshencës, duhet të jetë 3 deri në 5 vjeç. Do me thonë edhe në këtë fushë, në këtë veprimtari që ju ushtroni, duhet të ketë një farë moshe limit se deri kur, nga kur dhe deri kur mund të regjistrojnë fëmijët. Po, është vërtet, duhet të ketë një limit. Nuk mund të fillojmë pasi që t'i bëjmë, për shembull po them 10 vite është. Nuk mund të fillohet me baletin. Hapat e parë miren në moshën e vogël. Po ju si instruktori tani që jeni kur filluat në çfarë moshe? Nga moshën 3 vjeçare. Çka ju shtyri juve të merreni me këtë aktivitet? Të them të drejtën nuk e mbaj mend. Kam qenë shumë e vogël, por e di që e kam dashur baletin. Nuk është se unë i kam thënë prindve dua të shkoj në balet, ka qenë dëshira e tyre. Kështu që nuk e mbaj mend. Ju hapat e parë ku i morët nga të këtij aktiviteti, me që nuk kemi shkolla shqipe,
për këtë veprimtari? Atëherë, unë i kam marrë në një studio baleti po ashtu në Kumanov, por ka qenë tek Maqedonasit, pasi që dihet që nuk ka studio shqiptare të baletit. Dhe më thonë ju e thyet akullin edhe me hapjen e shkollës shqipe. Teknikisht po. Teknikisht po. Fëmijët sa i kanë interes, sa janë inteligencë dhe sa është interesi i prindërve, a vinë të shohin fëmijët e tyre, të interesojnë për fëmijët e tyre se ku janë tek janë? Prindërit interesohen, po ashtu fëmijët janë më të interesuar. Jo dihet, fëmijët janë shumë inteligjent, gjenerata e sotit dinë gjithçka. Ata me të vërtetë edhe ushtrojnë shumë, kanë pasion për balet. Dua që t'ja u përhap këtë dëshirën të vazhdojnë sepse është diçka, nuk e di, për mua baleti është identiteti im edhe dua që vajzat ta shohin këtë. Dhe po ashtu. Dhe më thonë këtu kemi pranoni vetëm vajzë regjistroni. Po, vetëm vajzë. Për djem Për djem ende jo. nuk kemi ende do. Ashtu. Shohim këtu në sfond se kemi edhe disa shpërblime që keni marrë pjesën në themi koncerte apo eventet të këtij lloji. A mund na njotoni se ku i keni marrë këto, kush ju ka shpërblyer me këto shpërblime? Po, patjetër, këto janë shpërblimet e para të Dance Studio Axis. Këto i kemi bërë në garat internacionale të Diamond Dance Competition në Shkup, ja ku shënon edhe këtu poshtë. Kjo është vendi i parë, a? Po, kjo është vendi i parë i marrë nga grupi Baby Formation, që janë mosha 3 deri 5 vjeç, ata kanë marrë vendin e parë. I kemi edhe këtu në fotografi. Vendin e dytë kanë qenë grupi Mini Kids, që tani sapo i pam pak më herët në video. Ata janë nga mosha 6 deri në 8 vjeç, ndërsa vendin e tretë e kanë marrë vajzat e mëdhaja, që janë nga mosha 9 deri në 11 vjeç. Dhe më thonë, këtu keni marrë për herë të parë pjesë, është hera e parë juaj si shkollë, me që jeni tash, themi, viti i parë që jeni formuar. Po, ne kemi filluar nga shtatori dhe këto janë shpërblimet tona të para. Shpërblimet tona të para, juve të para. Dhe më thonë edhe keni shpërblime vend të parë, të dytë dhe të tretë. Vash Zotit të vazhdoni kështu. Me objektin, me hapësirat sajnë të kënaqur, janë kushtet e mjaftueshme apo ju duan kushte edhe ma në qoftë se zgjeroni numrin e fëmijëve? Në fakt nuk do të ishte keq se kemi pak hapësirë më të madhe, por realisht unë jam e kënaqur. Është hapësira shumë e mirë, e rëndësishme është të ketë pasqyre, edhe kjo është ajo e gjitha. Nuk është e rëndësishme se kushtra, e rëndësishme se sa ushtra. Edhe vullnet këtë. Pa, patjetër. Sigurisht se për të kryer këto udhëtime, këto aktivitete, duhet edhe mjete, a ju ndihmon ndonjë institucion shtetëror apo me mjete vetanaki? Jo, i kemi të gjitha të blera vetë. Të blera vetë. Edhe rrugën ato, transportin i bani vetë jashtë Kumanovës, dhe më thonë? Të gjitha vetë. Patjetër që edhe me prindrit, edhe ata kontribuojnë shumë. Bashkërisht, po. Prindrit sa janë të kënaqur nga puna juaj? Ata janë shumë të kënaqur, mund të them që janë emocionuar shumë kur i kanë parë fëmijët, sepse e kemi të ndaluar hyrjen e prindërve në sallë dhe për fatkeqësisht nuk mund t'i shohin fëmijët se sa po kanë sukses, edhe mund t'i shohin vetëm në gara apo në festivale dhe koncerte të ndryshme. Për herë të parë i kanë parë në gara, tash që ishim në Shkup. Prindërit ishin të kënaqur, po më e rëndësishme që fëmijët ishin edhe më të kënaqur. Kur jemi te garat, tash në të ardhmen çka planifikoni? Ku jeni në gara? Ku mund t'ju shohim në gara apo në festivale? Tani, me 8 maj jemi tek fluturat, tek festivali i fluturave këtu në Kumanov, i bërë nga Ilir Latifi, të cilin e përshëndes shumë, profesori i muzikës. Tani jemi tek fluturat, nuk janë, do me thënë, gara, thjesht jemi për spektakël, thjesht performancë. Performancë. Ndonjë garë jashtë qytetit të Kumanovës, apo jashtë edhe Maqedonisë Veriut? Janë pak të vegjë për të shkuar jashtë shtetit, po besoj që në të ardhmen, pse jo. Tani jemi duke ushtruar sipër për sezonën e ardhshme që fillojmë në shtator, do të ushtrojmë edhe verës, edhe shihemi vitin tjetër prapë në Diamond, besoj. Në rregull. Dea une ka që kisha, në qoftë se kemi arru diçka, apo dëshiron të shtosh diçka, lirisht mund të shpesh mendimin, dëshirën tuaj. Kam një gjë apel deri tek prindërit të cilët ka të orientojnë fëmijët e tyre. Thjesht dua të them prindër, nuk është fare vonë që fëmijët tuaj të vinë në balet. Ju a rekomendoj të gjithëve. Faleminderit, ju urojmë shëndet së pari, sukses dhe vashtë Zotit të shohim këta fëmijë në pjedestalin më të lartë. Faleminderit. Faleminderit.
Instruktorët të punojnë me përkushtim për të zhvilluar jo vetëm aftësitë artistike të fëmijëve, por edhe vetbesimin, kreativitetin dhe bashkëpunimin mes tyre. Përmes ushtrimeve dhe koreografive të ndryshme, nxënësit mësojnë si të shprehin emocionet përmes lëvizjes dhe artit. Përveç mësimeve të përditshme, shkolla organizon edhe shfaqje dhe aktivitete artistike, ku fëmijët i kanë mundësinë të prezantojnë talentin e tyre para publikut. Këto performanca sjellin emocione të veçanta dhe krenari për familjet e tyre. Shkolla e baletit dhe vallëzimit për fëmijë vazhdon të jetë një hapësirë ku arti, edukimi dhe argëtimi bashkohen, duke i dhënë çdo fëmijë mundësinë të ndjekë pasionin dhe ta zhvillojë talentin e vet.